Me ardhjen e pranverës dhe rritjen e nivelit të polenit në muajin mars, shumë persona përballen me alergjitë e stinës që ndikojnë dhe në lëkurë. Sipas dermatologes Laura Hyska, këto alergji mund të shkaktojnë kruajtje, skuqje dhe iritim të lëkurës, sidomos tek personat me lëkurë të ndjeshme. Me muajin mars ne dimë që fillon edhe dielli, që është më i fortë për shkak të rezatimit, kështu që domosdoshmë ndikojnë edhe problemet në lëkurë, të cilat mundet që të jenë të formave të ndryshme. Ne mund të shohim thjesht kruarje të lëkurës, mund të shohim skuqje të lëkurës, mundet që të shohim gjithashtu edhe puçra, pra kemi eritema, eritrodermi apo edhe dermatitet alergjike. Çdo gjë është personale dhe janë specifike, sepse nëse ato kemi vetëm një dermatit kontakti, është një zonë e acaruar vetëm e lëkurës, ose nëse janë të gjeneralizuara, pra të përhapura në gjithë trupin, patjetër që janë probleme dhe që do duhet që të mjekohen. Alergjenët në ajër mund të përkeqësojnë gjithashtu probleme të njohura të lëkurës, si ekzema apo dermatiti atopik. Përkeqësohen duke u ekspozuar më shumë në diell edhe në ambientet të hapura. Kujdesi për lëkurën është gjithmonë që duhet të jetë e butë dhe hidratuar. Kjo është pra që të lyhet vazhdimisht, edhe për problemet kronike që ato kanë, apo edhe për problemet akute që do dalin gjatë kësaj periudhe. Dermatologja këshillon që gjatë kësaj periudhe të pastrohet rregullisht lëkura, të përdoren kremra hidratues dhe të shmanget ekspozimi i gjatë në ambiente me shumë polen për të mbrojtur shëndetin e lëkurës.